nuk do donin ta shihnin veten prapa grilave. Derisa dënimi që kryhet, shumë prej tyre e provojnë fatin edhe për faljen nga presidentja. Vetë se kjo e fundit doli të jetë goxha dorë shtrënguar pasi në krejt këto vjet e fali veç një grua. Vetëm gjatë vitit 2025 kemi pasur 64 kërkesa për falje drejtuar presidentes. Nuk kemi pranuar një dekret pozitiv, përjashtim një rasti, si që jeni njoftuar edhe përmes mediave, dhe 5 janë në shqyrtim që ende nuk kemi përgjigje. Ish drejtori i burgjeve thot se në të kaluarën shefat e shtetit kanë falur më shumë, derisa thekson se një gjë të njëjtja rekomandoi edhe Osmanit. Nuk po them që kjo nuk është fleksibil, nuk po them që nuk i arsyeton, mirë po është deshtë kabineti i saj me bë një arsyetim më të madh dhe më dal në publik edhe me bë një falë numër më të madh të burgosur, kështu nuk shkon. Por një jurist po thot se kjo e drejtë e të privuarve nga liria është rënguar shumë, pasi në të kaluarën është keq përdorur. Veprat penale kundër jetës dhe trupit dhe veprat penale kundër të drejtës ndërkombëtare dhe rendit juridik në Kosovë. Këto kategori nuk mund të jenë kategoritë cilat edhe mund të përfitojnë nga falja. Çka mund të themi që në të kaluarën ka ndodhur është që edhe nga këto kategori kanë përfituar nga falja e që ndoshta kjo edhe e ka bërë presidenten e tanishme që të ketë ndoshta një tërheqje nga ajo se a duhet falet dikush apo jo. A do të ketë ndonjë ndryshim të këtij qëndrimi strikt të presidentës Vjosa Osmani ose jo, në këta muaj mandat që i ka mbetur nuk dihet, pasi për këtë presidentja s'ka kthyer fare përgjigje. Pos kësaj të drejte, megjithatë ekzistuese për kryesit e veprave penale në Kosovë, drejtori i burgjeve beson se do duhet të kishte edhe ligj për amnisti, prej të cilit për shembull veç këtë vit në Shqipëri 300 të burgosur përfituan lirinë.